Gëlltitja e magjisë. Në botën ku jetojmë, ekzistojnë dy realitete. Ajo që shohim me sytë tanë dhe bota e padukshme, e cila i rrallëherë ndikon në jetën tonë. Midis fenomeneve që kanë ngjallur gjithmonë kuriozitet, por edhe frikë të madhe tek njerëzit, është magjia. Por ekziston një formë specifike e saj që ngre shumë pikë pyetje dhe ankth. Magjia e gëlltitur apo e pirë pa vetë dije. A mundet vërtet që njeriu të konsumojë diçka të dëmshme përmes ushqimit apo pijes pa e ditur? Çfarë ndodh me trupin dhe shpirtin në ato momente? Dhe mbi të gjitha, a duhet që besimtari të tmerrohet e të bjerë në depresion apo Islami ka ofruar një mburojtje të pathyeshme dhe një shërim përfundimtar? Sot do të ndriçojmë këtë temë të errët me dritën e Kuranit dhe profetit Muhammed alayhis salam. Përpara se të flasim për shërimin, duhet të kuptojmë realitetin. Në Islam, magjia, sihri, është një realitet i prekshëm dhe një mëkat nga më të rëndët, por fuqia e saj është gjithmonë e kufizuar. Ajo nuk mund të bëjë asgjë pa lejen dhe caktimin e Allahut të madhëruar. Magjia e gëlltitur ndodh kur njerëzit me shpirt të ligë, të shtyrë nga xhelozia apo urrëtia, përdorin materiale të ndotura ose substanca mbi të cilat janë lexuar rregullat e magjisë dhe i përzihen ato fshehurazi në ushqimin apo pijen e një personi. Njeriu e konsumon atë pa pasur asnjë lloj dijeje. Por çfarë thot Zoti i gjithësisë në Kuranin famlart për këtë fenomen? Në surën El-Bekare ajeti 102, Allahu na tregon kufirin e kësaj të keqeje. Por ata nuk mund t'i bënin dëmaskujt me askënd pa lejen e Allahut. Në surën Taha ajeti 69, Allahu e thot në mënyrë absolute: dhe magjistari nuk do të ketë sukses kudo që të shkojë. Ky është rregulli i parë që duhet të ngulitet në mendjen e çdo muslimani. Magjistari është i dështuar. Magjia e tij nuk ka fuqi absolute. Ajo është thjesht një sprove përkohshme, një sëmundje si çdo sëmundje tjetër e cila e ka një ilaç. A mund të kuptojë një person se ka gëlltitur diçka të tillë? Dietarët që merren me mjekësinë profetike dhe rukje, shërim me Kur'an, kanë vënë re se kjo lloj magjie lë gjurmë të veçanta kryesisht në sistemin tretës. Njeriu fillon të ndjejë dhimbje të forta dhe të vazhdueshme në stomak ose zorr, një ndjesi djegjeje apo rëndese të pazakonte e cila nuk largohet. Shpesh këta njerëz shkojnë tek mjeku, bëjnë analiza, gastroskopi dhe ekografi, por shkenca mjekësore thotë se çdo gjë është në rregull. Trupi fizikisht është i shëndetshëm, por dhimbja vazhdon. Shenjat të tjera përfshin të përzierja të shpeshta, sidomos kur dëgjohet Kurani ose kur përmendet emri i Allahut, rënje pa shpjegueshme në peshë, makte të tmerrshme gjatë gjumit, si për shembull sikur ha ushqim të ndotur apo sheh arprinj, dhe një gjendje e përgjithshme ftohjeje apo bllokimin e jetën e përditshme. Megjithatë, jo çdo dhimbje stomaku është magji. Muslimani duhet së pari të konsultohet me mjekësinë moderne, e nëse ajo nuk gjen shkak, atëherë i drejtohet mjekësisë shpirtërore islame. Kur njerëzit fillojnë të dyshojnë se janë prekur nga magjia, gabimi më i madh që bëjnë është se dorëzohen përpara tmerrit, panikut dhe bien në depresion të thellë. Ata mbyllen në vete, mendojnë se jeta e tyre mbaroi dhe se janë të mallkuar. Por dëgjojeni me vëmendje këtë të vërtetë. Pikërisht këtë gjë dëshiron shejtani. Frika dhe depresioni janë ushqimi i magjisë. Kur ti friksohesh, sistemi yt shpirtëror dobësohet dhe e keqja gjen hapësirë të veprojë. Në surën El-Mujadele, ajeti 10, Allahu na zbulon këtë strategji të errët. Bisedat e fshehta dhe thashetemet e shejtanit janë vetëm nga shejtani për t'i pikolluar ata që kanë besuar, por ai nuk mund të bëjë atyre asnjë dëm pa lejen e Allahut. Islami na mëson se nuk duhet kemi frikë nga magjia, por duhet kemi frikë vetëm nga krijuesi. Profeti Muhammed alayhis salam vetë u sprovua me magji gjatë gjithë jetës së tij për të na treguar neve se si duhet veprojmë. Ai nuk ra në depresion, nuk u izolua, por ju drejtua Allahut me lutje derisa engjëjt erdhën dhe i treguan se ku ndodhej materiali i magjisë dhe si të shërohej. Nëse njeriu më i miri i botës u sprovua dhe u shërua, edhe ti mund të shërohesh. Si shërohet një njeri që ka gëlltitur magji? Islami nuk na ka lënë pa udhëzime. Shërimi kësaj sëmundjeje bëhet përmes dy rrugëve të ndërthurura: pastrimit shpirtëror dhe atij fizik. Së pari, rukja sheriatike. Leximi i Kuranit mbi ujë të pastër. Sura El-Fatiha, ajeti Kursi, ajetet e magjisë që gjenden në surën El-Araf, Yunus dhe Taha, dhe 3 suret e fundit të Kuranit, Ihlasi, Feleku dhe Nasi. Kur ky ujë i lexuar pihet me besim të plot, yakin, në mëngjesesëll, ai fillon të zbërthejë nyjet e magjisë në stomak. Së dyti, mjekësia profetike. Profeti Muhammed alayhis salam na ka treguar për vlerën e madhe të hijamës, kupave të gjakderdhjes dhe përdorimit të bimëve pastruese. Për magjinë e gëlltitur, dietarët rekomandojnë pirjen e ujit të rukjes të përzier me mjalt ose përdorimin e vajit të ullërit të lexuar. Synimi është si përmes këtyre metodave natyrale, stomaku të nxjerrë jashtë përmes të vjellave apo pastrimit të zorrve,
atë lëndë të ndotur që ka qëndruar aty. Por mbi të gjitha, ilaçi më i madh është namazi dhe dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes. Kushdo që thotë çdo mëngjes dhe mbrëmje 3 herë, në emër të Allahut, me emrin e të cilit nuk bën dëm asgjë në tokë as në qiell, asgjë nuk mund ta dëmtojë atë. O ti që po e dëgjon këtë video, dhe mbas e ndjen shqetësime në trupin tënd, ngrije kokën lart. Mos lejoj që tregtarët e frikës, magjistarët apo fallxorët të marrin paqen e shpirtit. Ti nuk je pa shpresë. Ti ke një Zot që është më i madh se çdo magji, më i fuqishëm se çdo ushtri xhindësh apo njerëzish të ligj. Ngrënia apo pirja e magjisë pa vetëdije nuk të bën mëkatar, ajo të bën të sprovuar. Edhe nëse bën durim, kërkon shërim vetëm në rrugën e lejuar dhe lidhesh me Kur'anin, kjo sprov do të kthehet në shkak për fshirjen e mëkateve të tua dhe ngritjen e gradave të tua në xhenet. Shtroje segjatën tënde në errësirën e natës, kërkoj mbrojtje atij që ka në dorë qiejt dhe tokën dhe jetoj lirë, sepse kur drita e Allahut hyn në zemrën e besimtarit, çdo errësirë e magjisë shkrihet si kripa në ujë. Ne të zbritëm Kur'anin, që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Surja El Isra 82.